105 familje në Fier janë në pritje të ndihmës së menjëhershme ekonomike nga Bashkia e Fierit. Janë kërkesa që i drejtohen Këshillit Bashkiak nga qytetarë që nuk trajtohen me ndihmë ekonomike dhe që në situata problematike kërkojnë ndihmë nga pushteti vendor. Propozimi për ngritjen e komisionit të posaçëm erdhi nga grupi i këshilltarëve të PSD-s, kreu i të cilit Kreshnik Dapi do të jetë edhe kryetari i strukturës së re. Në pjesën dërmuese të tyre këto kërkesa konsistojnë në ndihmë financiare në fonde, kryesisht për qëllime të sëmundjeve të rasteve të rënda, por dhe për trajtime të tjera shëndetësore të formave të ndryshme, po themi ekzaminime, operacione të ndryshme të vështira, dhe një pjesë e tyre me çka kemi vënë re, pastaj konsistojnë në kërkesat për ndihmë financiare në riparim banesash të degraduara ose banesash të dëmtuara, në nevojat të tjera për përmbushur nevojat tjera ekonomike. Janë familje dhe qytetarë të cilët nuk sipas dëshmisë së tyre ose kërkesës së tyre që ata bëjnë adresën tonë, nuk e përballojnë dot problemin që ata kanë, shëndetësor ose problemet e tjera, dhe në një farë mënyre ose mbas edhe të orientuar i kërkojnë ndihmë Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Fier për t'i ndihmuar sadopak për ta zgjidhur problemin. Ndihmat e menjëhershme ekonomike janë trajtuar deri tani nga Këshilli Bashkiak, por numri në rritje i kërkesave imponojnë ngritjen e një strukture të posaçme dhe profesionale për trajtimin e tyre. Duke qenë në këtë situatë, ndodhur në këtë situatë, sidomos unë dhe në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Emergjencave Civile, por dhe sekretaria e Këshillit Bashkiak, njëkohësisht dhe kryesia e Këshillit Bashkiak, me gjithë zonjën Mirela Pitushi, që është nën kryetarja e cila mbulon drejtorinë e shërbimit social, u mblodhëm dhe analizuam që në muajin shtator këto kërkesa dhe dolëm me një mendim ose me një përfundim që për t'i trajtuar në mënyrë sa më objektive numrin e lartë të kërkesave që po vinin, duhet të ngrinim një strukturë të posaçme, e cila fillimisht do bënte pritjen dhe trajtimin e këtyre kërkesave, më tej pastaj analizimin dhe selektimin, se të jemi realist, nuk është e thënë që të gjitha kërkesat jenë realisht të realizueshme dhe të meritojnë apo të plotësojnë kushtet për të mbuluar nga Bashkia Fier. Por gjithsesi, për të ardhur në përfundim, ne na duhej kjo strukturë e përbashkët dhe kishim një shembull shumë të mirë të komisionit ad hoc të strehimit, i cili ka dhënë rezultate shumë të mira dhe funksionon në mënyrë perfekte. Dhe në shembullin e atij komisioni menduam të ngrinim një strukturë të tillë të përbashkët, bashki, administratë bashkiake, Këshill Bashkiak. Fondet për ndihmë të menjëhershme janë parashikuar në buxhetin e Bashkisë së Fierit si pjesë e fondit të rezervë dhe atij të drejtorisë së shërbimit social.